se khatibi, ligjerusi, imami që është në hutbe ngren zërin e tij. Prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o vëllezër, është që në hutbe imami, khatibi, predikuesi i hutbes ta ngren zërin e tij. Edhe të mundohet sa më shumë dhe sa më qartë dhe sa më mirë të përcjell këshillat e tij. Dhe se kjo padyshim, siç na transmeton Imam Muslimi nga Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, tha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbante hutben e tij, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khataba ihmarrat aynah wa ala sawtahu washtadda ghadabu. Tha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mbante hutben e tij, tha ati ju skuqshin syt e tij, ju skuqnin dy syt e tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe e rritte dhe ngritte zërin e tij në fjalimin e tij të hutbes së tij kur ai mbante hutben pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe shtohej hidhrimi i tij. Tha derisa aq shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i shtonte rëndësi edhe shumë seriozitet në hutben e tij, tha ka'annahu mundhiru jaysh, sikur me qenë një udhëheqës i një ushtrie, apo sikur me qenë një paralajmërues i një ushtrie që i kanoset një vendit rreziku dhe ai u tërheq vërejtën e atyre duke thonë sabahakum o mesaakum, ju vjen në mëngjes rreziku apo vjen në mbrëmje vjen armiku. Kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbante hutben e tij, por arsye se ndoshta shumë herë të njerëzit ose ndodh kjo pyetje, pse pisket hoxha në hutbë, pse ngren zërin imamat apo xhallarët në hutbë. Na vesh kemi dhe ndëgjojmë, s'ka nevojë me ngrit zërin ose me piskit. Jo, është e pëlqyer dhe kjo është me dakordimin e 4 imamave të mezhebit. Hanefi, Shafi, Hanbeli dhe Maliki, të gjithë pra e parapëlqejnë apo dëshirojnë dhe pëlqejet është mustahab që të ngritet zëri i imamit, se kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aq seriozitet që t'ja u tërheq vërejtën njerëzve duke ju përcjellur që të ruajnë fenë Allahut dhe të kenë kujdes, tha derisa ju skuqshin sytë e tij dhe rritte zërin e tij dhe shtohej hidhrimi i tij i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se me të vërtetë o vëllezër, hutbja ka rëndësi të madhe. Dhe se secili musliman duhet që ta ndëgjon ato me vëmendje për këshillat të cilat dhurohen në ta, dhe se khatibi imami ka përgjegjësi të madhe që ai të përcjell mesazhin e Allahut xhelel xhelaluhu në ta. Lutim Allahun xhelel xhelaluhu që Allahu të na bën pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe drejtues të jemi të drejtuar në rrugën e khairit, në rrugën e siratul mustaqimit. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.